Zoti nuk ju sjell në jetën tuaj njerëzit që ju kërkoni, por ata që keni nevojë. Ka çaste kur shpirti ngre duart nga lodhja. Kur thua, nuk mundem më. E megjithatë diku thellë e di që gjithçka ka një arsye. Ne nuk jemi këtu rastësisht. Asnjë fytyrë që kemi takuar nuk është rastësore. Asnjë buzëqeshje, asnjë lot, asnjë dorë e shtrirë, asnjë premtim i tradhtuar. Çdo gjë është një pjesë e mozaikut të jetës që nuk e kuptojmë menjëherë, por që në fund bëhet e qartë si një tablo e madhe ku gjithçka merr kuptim, në kërkim të dashurisë së përsosur. Sa herë kemi ëndërruar për dikë që të na mbush boshllëkun, për një shpirt që të na kuptojë në heshtje, për një mik që të na qëndrojë pranë gjithmonë. E kemi vizatuar në mendje me detaje, si do jetë, çfarë do thotë, si do na bëjë të ndihemi të plotësuar. Dhe shpesh ndodh që jeta na sjell krejt të kundërtën. Na sjell njerëz që nuk ngjasojnë as pak me pritjet tona, që na atrazojnë mendjen dhe na lëndojnë krenarinë. Në fillim zemërohemi. Nuk kuptojmë pse Zoti nuk na dha atë që kërkuam. Mendojmë se jemi harruar. Por me kalimin e kohës, kuptojmë se ishim ne që nuk dinim çfarë na duhej. Sepse ndonjëherë, ajo që na duhet nuk është ngushëllim, por zgjerim. Jo qetësi, por rritje. Jo një dashuri e ëmbël, por një mësim i thellë, ata që na japin forcën që nuk dinim se e kishim. Njerëzit që na kanë zhgënjur më shumë, janë ata që na kanë mësuar më shumë. Ata që na lanë kur kishim më shumë nevojë, ishin ata që na treguan se mund të mbijetojmë edhe kur besojmë se nuk mundemi. Ata që na përbuzën, na mësuan të mos e lidhim vetvlerësimin me miratimin e të tjerëve. Ata që na tradhtuan, na mësuan të zgjedhim më me kujdes kujt i japim zemrën, çdo herë që mendon, pse ndodhi kjo? Përpiqu ta kthesh pyetjen në, çfarë po më mëson kjo? Sepse dhimbja, për sa e ashpër është një nga mësueset më besnike që do kesh ndonjëherë. Ajo nuk i këm pa të dhënë një dhuratë të çmuar, forcën që nuk e dije që e kishe. Njerëzit që janë si stacioni i trenit, disa njerëz vinë në jetën tënde për një sezon. E kujton mirë kur takohesh me ta, duket sikur universi është rrotulluar vetëm që të përplaseni në atë pikë. Duket sikur fati ka vendosur që ata të jenë aty në kohën e duhur. Dhe për një kohë, gjithçka duket e përsosur. Pastaj, pa paralajmërim, ata largohen. Si pasagjerë që zbresin në stacionin e tyre dhe nuk kthehen më, në fillim është e dhimbshme. Më pas kupton se ata nuk ishin të destinuar të rrinin për gjithmonë. Misioni i tyre përfundoi. Ndoshta të shëronin një plag, ndoshta të zgjonin një ëndër, ndoshta të kujtonin sa bukur është të ndash shpirtin me dikë. Nuk duhet t'i fajsosh për largimin. Nuk duhet ta fajsosh veten për ndarjen. Sepse disa shpirtra vinë si udhëtar. Nuk është puna jote t'i mbash me forcë. Është puna jote të falënderosh për kohën që kaluan pranë teje. Kur Zoti sjell ata që nuk e prisje, ka njerëz që kur i takon për herë të parë, nuk të ngjallin asnjë emocion. Ose ndoshta të duken të gabuar, të vështirë, të çuditshëm. Pastaj me kalimin e kohës, kupton se pikërisht ata janë të dërguarit që do ta ndryshojnë rrënjësisht jetën tënde. Ata janë mësuesit më të papritur. Janë ata që vinë pa zhurmë dhe që bëhen kthesa më e madhe e rrugëtimit tënd, mbase do ta kuptosh shumë më vonë se pse i takove. Do të duhet kohë, qetësi, reflektim. Por një ditë, kur të jesh gati, do të ndjesh një mirënjohje që nuk e ke përjetuar kur më parë. Ata që qëndrojnë kur të gjithë të tjerët ikin, në ditët e vështira, kur gjithçka të duket si një shkatërim, kur shpresat janë zbehur dhe lotët nuk ndalen, janë disa njerëz që qëndrojnë. Nuk të pyesin pse je kaq i thyer. Nuk të kërkojnë të jesh më i fortë nga qie. Ata qëndrojnë thjesht sepse të duan. Sepse e kuptojnë që dashuria nuk është vetëm për kohët e lehta. Ata janë dhurata më e rrallë që Zoti mund të sjellë në jetën e dikujt, nëse ke dikë që të ka qëndruar pranë kur të gjithë u larguan. Falënderoje. Sepse ata njerëz janë bekim. Janë një kujtim i gjallë se Zoti nuk të braktis kurrë.
Të dërgon gjithmonë një shpirt që të mbështes kur ti nuk ke më forcë të qëndrosh vetë, ata që nuk do t'i harrosh kur të plakesh, nuk do të mbash mend gjithçka. Shumë fytyra do të zbehen nga kujtesa, por disa do t'i kesh gjithmonë pranë zemrës. Do kujtosh si ndieshe pranë tyre, si të buzëqeshnin, si ta thoshin emrin, si të bënin të ndieshe i parë, i dashur, i kuptuar. Ata janë njerëzit që edhe kur largohen, jetojnë në ty sepse kujtimi i tyre është pjesë e ADN-s së shpirtit tënd. Përfundim, prandaj sot, nëse po pyet veten pse disa njerëz të lënduan, pse disa të lanë, pse disa erdhën e nuk qëndruan, mos e mendo si ndëshkim. Mos e shi si dështim. Shi si një plan më të madh që nuk e kupton ende. Zoti nuk të sjell gjithmonë atë që kërkon, sepse dëshirat tona janë të kufizuara. Janë të ndërtuara mbi frikë, mungesë dhe pritje. Por ai di më mirë. Ai sheh më larg. Dhe ai sjell gjithmonë atë që ke nevojë për të zgjuar nga iluzionet, për të bërë më të urtë, për të mësuar durimin, për të kthyer nga rruga që nuk të përkiste, për të forcuar që një ditë të bëhesh drita për dikë tjetër. Mos u zemëro. Mos e mbyll zemrën. I hapur. I mirënjohës. Sepse çdo shpirt që ka hyrë në jetën tënde ka qenë një mësues i dërguar nga Zoti. Një pjesë e historisë tënde. Një faqe e domosdoshme e librit që po shkruan, dhe kur të vijë dita që ta lexosh të gjithin, do ta kuptosh, asgjë nuk ishte rastësi. Besimi tek vetja është hapi i parë drejt çdo fitoreje në jetë. Do të dëgjosh shumë zëra, disa do të thonë që nuk je mjaftueshëm i mirë, disa do të bëjnë të ndihesh që ëndrat e tua janë të pamundura, disa do të qeshin me ty, kur të shohin duke nisur diçka nga hiçi, pamje, dikush duke u stërvitur në një palestër bosh, duke ngritur pesha me vështirësi, por përtej gjithë këtyre zërave ka një zë më të fuqishëm, një zë që vjen nga thellësia e shpirtit tënd. Një zë që thotë: unë mundem. Besimi tek vetja nuk lind brenda natës, nuk të jepet nga të tjerët si një dhuratë, ai ndërtohet çdo ditë, me çdo hap që hedh, me çdo betejë që fiton, me çdo plagë që shëron. Pamje, dikush që bie, pastaj ngrihet me mundim, me lot në sy. Ai ndërtohet kur ngrihesh nga dështimi dhe thua: unë do ta provoj sërish. Fitoret e mëdha nuk u rezervohen vetëm të veçantëve. Pamje, njerëz të zakonshëm duke bërë gjëra të jashtëzakonshme, një grua duke vrapuar në shi, një burr që punon natën vonë. Fitoret më të mëdha nuk janë të paracaktuara për ata që lindin me talent të rrallë, ato i përkasin atyre që guxojnë të besojnë, kur asgjë nuk është e sigurt, atyre që ecin përpara, edhe kur rruga është e paqartë. Atyre që i shikojnë pengesat në sy dhe thonë: unë nuk do të ndalem. Pamje, një sportist që vrapon i vetëm në mëngjes, buz diellit që lind, asgjë nuk ndryshon pa vendosur të provosh. Pamje, një person duke mbajtur kokën në duar, i lodhur, mund të kalosh vite duke u ankuar, duke u frikësuar, duke pritur që dikush tjetër të japë miratimin, por e vërteta është kjo: askush nuk do të vijë të shpëtojë. Pamje, sytë që ngrihen me vendosmëri. Fitoret nisin kur zgjedh të besosh tek vetja, kur zgjedh të veprosh, edhe pa garanci, kur zgjedh të bësh hapin e parë. Pamje, dikush që hap një derë të madhe, drita që mbush fytyrën e tij. Beso tek vetja edhe kur askush nuk të beson. Do të ketë ditë kur do të ndihesh i vetëm, kur të gjithë do të dyshojnë tek ty, kur rruga do të duket shumë e gjatë. Në ato momente, vendos t'i përkujtosh vetes: besimi tek vetja është themeli i çdo fitoreje. Sepse në fund të fundit, askush nuk mund të besojë në ëndrat e tua më shumë se ti, askush nuk do të japë gjithë energjinë për të, përveç teje. Pamje, një djalë i ri që mbyll syt, merr frym thellë, hap syt i vendosur. Fitoret nuk vijnë rastësisht. Pamje, kalojnë imazhe të përpjekjeve, stërvitje, punë të vështira, lot, djers. Fitoret nuk janë dhurata që universi u jep të preferuarve. Fitoret janë shpërblimi i guximit. Janë rrjedhoj e punës që bën kur askush nuk të sheh, janë rezultat i vendimit që merr, të mos dorëzohesh.
pamje, njerëz që festojnë një sukses, duart e ngritura lart, mos u ndal, nëse sot je përballë një sfide që të tremb, nëse dyshimi po të mbërthen, nëse frika po të thotë të tërhiqesh, ngrihu, merr frym, shiko veten në pasqyrë dhe thuaj: unë jam i aftë. Unë mundem. Unë do të fitoj. Sepse çdo fitore që do të arrish, çdo ëndër që do të bëhet realitet, çdo pengesë që do të shembet,